Nga Labubu te 6-7, këto janë momentet kryesore që përcaktojnë vitin 2025. Yeah, that song. Oh, look at these two. Viti 2025 u ko një ndër vitet ma çuditshme dhe absurde nashta najher. Zër që e mund Covidin, ama çka kena përjetu këtë vet, s'ki me mujt me u çudit mo. E sot po ja u kujtoj pak se me çka po karakterizohet ky vit. I'll see you out there. It should be another 6-7 minutes. 6-7. 6-7 është seni maj pa evitueshëm këtë vit. E komu mundu sa ma pak me përmend. Vjen prej një këngë të reperit Skrilla, Dut. Si pas njerëzve në internet, nuk do me thonë kur gjë. Një sen që do me thonë se mundet me thonë gjithçka. Mjaft absurde, ama po pretendojmë që 6-7 kena me leju në vitin 2025. Skandali të radhis në Kiss Cam që e të rënditi internetin. All right, come on. You're okay? Oh, what? Një moment viral që e përkujtojnë atash me memes, artikuj edhe kostume për Halloween. Në një koncert të Coldplay në Korrek, një CEO i martum u po duke u përqaf me shefën e burimeve njerëzore të kompanisë tij, i cili u bë sensacion mbrana natës, e ka detyruar CEO-n Andy Byron, ashtu edhe shefën e HR-it Kristen Cabot me jep dorëheqje nga kompania e dhonave astronomër. Tamam skandali i vitit. Either they're having an affair or they're just very shy. Mania e Labubu që e pushtoi botën. Një kukull me dhëm, cilën shumë e kam përshkru si pak shëmtume, e ka dhez internetin, e sidomos koleksionistët, edhe pse duket si kukull e thjesht. Ato u shitën qas shpejt, sa që këtë vit lujtzoj një trek fitim prësht për Labubën e rishitur. Madje edhe për falsifikimin e njohur si Lafufu. Një Labubu në për masa reale është shit për ma shumë se $170,000 në Kinë, para me në qëfar viti. Fjala e viti 2025, Rage Bait. Rage Bait përkuvizohet si përmbajtje në internet e kriju me qëllimisht për me nxit zemërim ose inat, frustruese, provokuse ose fyrse, e postume zakonisht për me rrit trafikon ose angazhimin në një faqe të internetit apo profil caktuar në rrjetet sociale. Përdorimi i këtij termi është trefishu në 12 mujorin e fundit e definitivisht për mu është seni më i mirë që ka ndodhur si vjet. Me i përmen krejt mesim deri nesër. Po për fund, veç mas ju në foli për muzik, e ti ke mujt me harru që kjo ka ndodhur si vjet, është performansa e Kendrick Lamar në Super Bowl, që ka shkatru komplet internetin. Me njëherë mas fitore së 5 çmimeve Grammy për këngën kundër Drake Not Like Us, Kendrick e ka kryesu performancën e Super Bowlit, një performancë që ka pas mesatarisht 133 milion shikime që e ka bu Super Bowlin ma të shikum najherë. Katy Perry në hapësir, papa i ri Amerikan, K-pop Demon Hunters, vjedhja në Luvër, janë veç disa prej ngjarjeve që nuk harrohen këtë vit. E ti të regom se cili është momenti kryesor për ty këtë vit. Let me know në komente, e bëne follow Urban FM në krejt rrjetet sociale edhe subscribe në YouTube.